Qa ke? Mua më takon që të vetë po paraqita. Sot ajo. Sot do të foset ajo. Ta shikojnë më mirë planin e punës tyre, kur i druzojnë letrat. Zotëria këtu ka 50 lopa atje. Unë nuk i merr tuja, të shkel tuja. Derisa na thirrën. Këto janë toka shtetërore. Toka shtetërore që me ligj kanë statusin e basenit ujor. Pra aty në kushtet e dimrit dhe në rastet e reshjeve dhe përmbytjeve, ato krijojnë një digë, pothuajse digë artificiale. Siç e keni parë edhe ju, ishim ne banorët që ruanim argjinaturën me lopata, me zjarr, sepse cënohet integriteti. Tani na vinë her pas here dhe thonë që e kemi bler. E kemi bler nga ish pronar. Po nuk ka logjik. Sepse këta pretendojnë se ish-pronari e ka marrë nga Agjencia e Kthim Kompensimit Pronave. Përpara një viti, deputeti i zonës Erion Braçi ka adresuar një kërkesë me shkrim agjencisë. Edhe ka kërkuar informacion. Agjencia i ka kthyer përgjigje shkresërisht, me firmë dhe me vull. Dhe kjo ka dhe përgjegjësi mbrapa, se nuk lëshohet në tym, sepse është institucion shtetëror. Ku i thoshte? Nuk kemi kompensuar dhe kemi kthyer as 1 metër katror tokë për asnjë ish-pronar në basenin e lumit Seman. Sipas ligjit 111 të vitit 2012 të nenit 5 në pikën A, B dhe C të tij, është tokë e patjetërsueshme dhe e paparashkrueshme. Pra nuk mund të bëhet dot me pronar, edhe shteti nuk e jep dot për zhvillim për bizneset. Tani këta vinë për para 2-3 ditësh, ditë e diel, në orën 10 për para dite, edhe jetëm duke ngullur elemente betonit, elemente hekurit në argjinatur. Po kjo është e rëndë, sepse cënohet integriteti i argjinaturës. Edhe është e rrezikshme për të gjithë komunitetin, sepse nëse argjinatura aty nesër do shpërthej, uji shkon nga sheqi në Fier deri në Krutje, edhe i afrohet autostradës dhe dëmi do të jetë kolosal. Unë nuk e di kush do mbaj përgjegjësi për këtë. Edhe një diçka tjetër, është bërë një kallëzim penal vjet nga deputeti në prokurorinë e Fierit. Deputeti përpara një jave ka kërkuar informacion në prokurorinë e Fierit dhe ata i kishin kthyer përgjigje që është në fazën e dytë hetimeve. Tani ç'është kjo ngut, ç'është ky nxitim, këto veprime tinzare që vijnë pa dal prokuroria me një vendim, ndërhyn për rrethim, nuk e kuptoj. Kemi 25 vjet që na e qepër tokës lumit. U ndati me vendim të Këshillit të Ministrave në 94. Toka që është anë e lumit dhe i përket atij fshati mbas harte, tu ndahet fshatit. U ndati fshatit. U ngriti komisioni siç që këteja, u ngriti dhe matan lumit nga agjenatura. Asnjë zënie, asnjë sherr për bukuri u ndati. E mbjellin u shken kalamajn. Të gjitha burrat këtu që shikon dhe çuna janë me kalamaj. Mbjell grurin e vete atje, vete shkel me kërë. Kush je di e vlla që vjen? Nga je? Bëj pyetje, s'kthejmë përgjigje. Vetëm na thërresin këtu, vinë atje për të zënë. Unë që kanë vajtë për të mbrojtur këta çuna, për mos zënë, se kemi çuna që zihen. I kemi çuna me edukat, janë të vojtur. Kanalin, agjaturin që su mbytëm si vjetë, e kemi mbajtur vetë, e kemi ngritur, e kemi ruajtur, nuk u mbytëm. Të gjithë vendet tjera janë mbytur, se nuk e kam mirë mbajtur. Tashi vjen kyje do tokën, ku e gjendje dhe? Asnjë dokument. Asnjë dokument. Kam paguar lekët, ku që këthen leka di? Qëllit da, lumit që erdhja, ku që këthen leka di? I bëm pyeti, s'krem përgjigje. Ne na vjen keq, nuk e di se si, vjen e i personi e di, na vjen keq. Po, kam shpëtuar një 3-4 herë, 7-10 policë kam shpëtuar një radhje, dhe shkohodhën lumë. Vjen si përfundim, i qova. Po më për me tha qoj, tha shefi, po më për me tha këtu, tha, unë tha, do pres kokën, tha, se erdhe me tha, 20 vjetë. Njëta ma partijë socialiste një të ardhë, në socialiste imi e vla.
Ne të Shqipërisë jemi, po jo të gjysmojmë tokën. Pse edhe ata japim ne? Gjysëri tanë u vran për atë. I thoshe imsht, u bete imsht e kugje, se u vran, në kupton, derdhi gjak. Ti kërkon mua më bie njëqja dhe nga Librazhdi e bie dy. Ose njëqë që këti nga Lusja. Po i ke merë tokën e fshatit tanë, nga lindet e fshat. I ke merë atë. Edhe unë. Mua gjysja më ka blerë tokë, ala me tokë ati. Ja ndava. Komplet. Në ta konter. Nuk dua tokë na. Pse e bleu gjysja. Se do të hajnë dhe ky, edhe i mata. Qoni beni mirë shumë. Që ku t'ja qoni edhe ministrit në vinje t'jerë fshat, mirë ben. Qa ke?